Përshëndetje. Tani do kalojmë nga pjesa e mekanizmit që ja u shpjegova, si për pozicionet buy dhe si për pozicionet sell, do kalojmë në shembuj real që ka ndodhur tek euro poundi dhe tek euro CF-ja. Shembujt janë me qindra, në qoftë se doni t'i shohim të gjitha, por është humbje kohe. Unë kam zgjedhur 3 shembuj nga euro poundi dhe 3 shembuj nga euro CF për t'ju treguar se si funksionon, domethënë komplet pjesa e vendosjes së tregtisë, pjesa e orarit, pjesa e candle-it, etj. Atëherë, vazhdojmë me tregtinë e parë. Tregtia e parë është kjo tregtia këtu. Në qoftë se shohim unë zonën supply e kam markuar që tek videoja e më përpashme që e bëm, besoj e dini. Dhe kjo zonë supply është prekur nga ky çift, po flasim për datën 17 tetor. Kjo zonë supply është prekur nga ky çift me këtë qiri, në qoftë se e shohim, ka prekur zonën supply, e ka refuzuar dhe ka mbyllur një qiri strong. Jo aq strong sa ky qiriu këtu, por çfarë duhet kuptoni ju, sepse unë do shpjegoj dhe tek videoja e fundit do jetë psikologjia në çarte, do jetë një si të themi një video që do flasim shumë për pjesën e psikologjisë, se si ecin qirinjt me njëri tjetrin. Çfarë do me thënë një formacion qiriu, jo ato formacionet e zakonshme bazike, po flasim si ta kuptojmë ne price actionin, sepse me vërtet do na duhet në këtë strategji. Dhe tani, për aq kohë sa ne kemi pasur këtë lëvizje të fort bullish, ne shkojmë deri këtu, atëherë çfarë tregon kjo? Kjo tregon që me këtë qiri të fort bullish, ne duhet të vazhdojmë të shkojmë bullish. Jo të refuzojmë edhe të mbyllemi bearish. Çfarë tregon kjo? Që në zonën këtu supply kemi një forcë të madhe të shitësave dhe prandaj nuk vazhdoi bullish, por ky qiriu mbyll bearish dhe ne do kemi një vazhdimsi të lëvizjes bearish. Çfarë do bëjmë? Do ekzekutojmë tregtinë me entry sa po mbyllet qiriu, sepse nëse shikoni është ora 10, jemi shumë okay me pjesën e orarit dhe do kapet tek profiti gati 3 orë më pas. Pra mjaftojnë 3 një orarsha. Pra, çfarë kuptuam këtu? Edhe pse pas këtij qiriu të fort bullish që indikon vazhdimsi të lëvizjes bullish, nuk arriti dot që ta bënte këtë gjë kundrejt kësaj zone të fort supply, e cila ndikoi në të kundërt. Pra në të kundërt që të shkonte short, bëri kthes, shkoi short deri tek zona demand. Pra, kështu do t'i kuptojmë ne pjesën e qirinjve. Dhe kjo ishte një model i konfirmimit të dytë që kemi shpjeguar ne. Pra, konfirmimi i parë ka qenë kur ne kishim strukturën në favor, këtu nuk e kemi strukturën, sepse nëse shikoni ne kemi një qiri të fort bullish përpara, por kemi pjesën që na është premtuar një refuzim i fort bearish. Shkojmë tek pjesa tjetër. Atëherë këtu është një rast i veçantë, sepse edhe pse nuk kemi shkuar afër kësaj zone, ne kemi ngecur përsëri tek kjo zona këtu. Pra, nëse shikoni refuzim dhe përsëri të shkoni orën 11 që printohet ky qiri dhe që
lëvizja ose price action do thotë që ne po shkojmë short tani. Pse? Kemi qiri me bisht të madh, i cili tregon shumë vazhdimsi bullish. Kemi qiri të fort bullish përsëri. Dhe kjo ndodh pasi kemi pasur disa qirin të dobët bearish dhe tregon që ne po shkojmë bullish. Po çfarë ndodh pikërisht në këtë zonën këtu? Zona supply dhe kjo zonë që është refuzuar disa herë. Kemi bisht, kemi komplet dobësim të blersave dhe futen shitsat në market. Atëherë nuk ngele gjë tjetër veçse ne të kuptojmë që shiko kemi refuzuar këtë zonë të rëndësishme, lëvizja bullish u ngadalsua, blersat u futën në market, ekzekutojmë dhe brenda orës kapim take profitin. Pra, shumë e thjesht për ta kuptuar, do me thënë, nuk është aq i rëndësishëm pjesa e qiriut edhe entrit, po duhet kuptojmë çfarë po ndodh para, pra 1 orë para, 2 orë para, që të kuptojmë, do me thënë, pjesën e psikologjisë në chart të qirinve. Pra, kjo është më e rëndësishme për mua, se sa të bëjmë entrin e sakt. Dhe normal brenda 1 ore ka kapur take profitin, derisa ka shkuar në zonën demand këtu. Ju mund të thoni pse nuk mund të bësh entry këtu, ora është 3, kemi refuzuar këtë demand, por është pak jo realiste si gjë. Pse? Sepse nëse ne vendosim entry këtu, ne duhet kemi stop loss-in 25 pips. Është gjë shumë e madhe, është gjë që unë nuk e pranoj. Pra, duhet kemi një refuzim i cili ne të na lejojë nga 15 në 20 pips stop loss-in. Kemi dhe plot raste të tjera, sidomos të euro pound i gjenë vetëm që tani që do e mësoni komplet strategjin, nëse doni të bëni backtest, shkoni nga fillimi i vitit deri tani në tetor që jemi, fund tetori, do keni shumë raste që kjo strategji aplikohet aty. Kemi rastin tjetër. Kemi një rast tjetër këtu. Kemi rastin kur kemi këtë zonë demand, kemi pasur lëvizje bullish, reagon përsëri bullish, edhe pse pak, nëse shohim këtu ka pasur refuzim afërsisht në orën 9. Ne kemi thënë që në orën 9 nuk do bëjmë gjë, dhe këtu i bie të bësh një entry prap. Pra, nëse shohim, ora 9 ka bërë refuzimin e kësaj zone, nëse shohim, ora 11 është për entry. Stop loss-i i bie tek zona, pra nuk i bie poshtë zonës, po i bie shumë poshtë këtyre refuzimeve. Pra, këtyre refuzimeve këtu. Dhe refuzimit kryesor që ne kemi. Dhe besoj që take profiti do ishte kapur me patjetër. Pra, ky është një rast jo shumë i mirë sepse na bie stop loss-i në zonë, po për shembull ky rasti këtu është shumë më i mirë. Çfarë ka ndodhur? Atëherë, edhe një herë që ta kuptoni, kemi zonën demand këtu, tani mos fokusohemi atje. Çfarë tham? Ne duhet fokusohemi tek pjesa se si ka qenë lëvizja para se të ndodhte, do me thënë refuzimi. Çfarë kemi? Edhe pse kemi refuzuar gjatë fundit të ditës të më përpashme zonën, kemi bërë të mundur që të kemi këtë lëvizje, do me thënë të kemi këtë lëvizje, e cila është një lëvizje shumë e dobët për short. Dhe çfarë tregon kjo? Nëse e shohim, kemi këtë impuls, kemi këtë korrigjim, dhe në qoftë se tregu do ishte prapë për impuls të fort, të paktën do e bënte një tjetër leg. Po çfarë ka ndodhur këtu? Sepse kjo është e bukur e kësaj strategjie. Është më shumë te logjika që mendon. Çfarë ka ndodhur? Këtu ka ndodhur që ne kemi refuzuar komplet zonën, kemi lënë bisht dhe jemi mbyllur bullish. Pra, ne duke pretenduar që të shkojmë me trendin,
ne duhet kishim rënje, duhet kishim thyerje të kësaj zone. Çfarë ndodh? Ndodh refuzimi dhe mbyllja e këtij qiriu të fort bullish. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që kemi një prani shumë të madhe të blersave në market. Dhe nëse e shohim këtu, është dukur qartë kjo prani e blersave. Dhe ora është 10, ne bëjmë entry dhe në orën 4, pas 4 orësh është kapur pas 6 orësh, më falni, është kapur take profiti. Pra vetëm shikoni pak pjesën e logjikës përpara se të ndodhë ajo që. Dhe do e kuptoni se çfarë ndodh. Mund kemi dhe plot raste të tjera, të them të drejtën, ja ku e kemi dhe një rast tjetër këtu që edhe pse rasti vogël përsëri ka ndodhur diçka. Pra, çfarë kemi patur? Kemi patur këtë zonën këtu, e cila ka ndikuar me këtë rënien këtu. Pra kemi pasur këtë rënien këtu, edhe pse e vogël, prap është zona më e skajshme e supply-it, sepse në këtë figurë ku jemi ne, nuk ka një zonë më të largët që ne të themi ok, është kjo zona këtu. Kjo është zona më e afërt. Pra nëse injorojmë nga këtu dhe djathtas, atëherë kjo është zona më e afërt supply. Çfarë ka ndodhur? Nëse shikoni, qiriu i orës 9 ka refuzuar këtë zonë, ka lënë bisht dhe ky qiri këtu është mbyllur bearish, pra i orës 10. Dhe kur qiriu i orës 10, siç kemi thënë, mbyllet bearish, ne bëjmë entrin ton. 15 pips stop loss-i, 15 pips take profiti. Take profiti ndodhet sipër zonës demand, është i sigurt, kështu që kemi çdo gjë, kemi çdo gjë në vijë. Pra, kemi shumë shembuj që mund t'i tregoj, që mund e t'i shpjegoj. Me rëndësi është ta dini që ne duhet të shohim për entry që nga ora 10 deri në orën 1, duhet të presim strukturën ose një qiri të fort bearish ose bullish dhe të paktën të kemi një logjik ose të analizojmë 2-3 orë të më përpashme se çfarë ka ndodhur, sepse na ndihmon shumë për të kuptuar a kemi shumë blersa, a kemi shumë shitsa në këtë zonë ku ne do bëjmë entrin. Po nese, shkojmë tek euro CF që të ndrojmë dhe çift që ta kuptoni që edhe te euro CF këtu rastet janë të pa ndalshme, si të themi. Rasti i parë që ka ndodhur këtu, sepse unë i shënova përpara për të mos humbur kohë duke ndendur këtu dhe duke kërkuar raste. Çfarë ka ndodhur? Kemi këtë zonë supply, kemi pasur këtë drop nga niveli 0.93.700 deri në nivelin 0.93 afërsisht 300. Pra 40 pips rënje është një lëvizje e konsiderueshme për euro CF-n. Kështu që nëse e shohim, kemi pasur çfarë ka ndodhur në këtë rast, është që kemi pasur, në fakt entry duhet ishte këtu, thjesht unë e kam vendosur gabim. Është ora 3, na lejohet të bëjmë entry akoma deri në orën 4. Kemi të gjithë këtë lëvizje këtu bullish, pra lëvizja është bullish, është e fort bullish. Nëse e shohim, sidomos candle-i i fundit bullish është më i fortë se sa 2-3 të më përpashmit. Por çfarë ndodh sa po shkojmë në zonën këtu që ne na intereson, sepse është zonë ku mund të filloj shitja, është zonë supply. Kemi një qiri shumë të dobët bearish, ka lënë dhe bisht këtu, dhe më pas kemi një qiri të fort bearish. Pra, është i fort bearish dhe kjo thjesht tregon kemi force bullish të madhe të blersave, dobësohen blersat, futen shitsat në market. Çfarë ndodh kur futen shitsat në një zonë shitje? Do shkojmë shitje, probabiliteti më i lartë, dhe është kapur tek profiti në orët e vona të natës. Pra, e gjitha kjo është logjika. Tjetër, kemi pasur këtë zonën demand këtu. Pra,
refuzime, kudo refuzime. Dhe ajo çka mund të shohësh këtu në këtë rast është që ne kemi tentuar të shkojmë ta refuzojmë zonën, e kemi refuzuar duke bërë këtë bisht kaq të madh, gati 6-7 pips bisht, dhe mbyllemi pak bullish. Çfarë tregon kjo? Efekti i kësaj zone është shumë i madh. Dhe efekti, e shikoni çfarë efekti ka pasur zona. Pra, entry ka ndodhur në orën 10 që ne na lejohet dhe kemi pasur lëvizje të fort bullish, gjë e cila ka pas 2 ore pak ka pasur një probabilitet fitues. Do me thënë një take profit, një probabilitet fitues. Gjithashtu e njëjta gjë dhe tek kjo tregtia këtu. Zone supply, kemi pasur drop, edhe pse shumë çopi si strukturë, pra shumë e ngadalt, shumë e shpifur mund të thoja. Kemi pasur dhe refuzimin këtu dhe pikërisht në këtë zonë demand ne kemi pasur një qiri bearish në orën 11 të paradites. Dhe çfarë kuptojmë ne nga kjo? Qiri i fort bullish. Do me thënë, sa po shkojmë të zona, futen shitësat direkt. Do me thënë, dominanca e blersave zhduket plotësisht. Edhe pse në këtë qiri kanë qenë aty, në qiriun tjetër kemi pasur shumë pranit shitësave. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që duhet bëjmë entry pas qiriut. Dhe entry mund të bëheshe aty, duke pasur të tregti të suksesshme. Ka dhe shumë tregti të tjera që mundet të shpjegoj, po që ja për shembull kjo sa e pash me sy të lirë, zona demand ose zona më e afër demand këtu e ka refuzuar në orën 9, nëse shohim, ora 10 ka qenë bearish dhe këtu e kemi, po ta afroj që ta keni të qartë. E kemi refuzuar ora 11, e ka refuzuar, jemi kthyer bullish. Atëherë kemi indicje shumë të forta për bullish. Stop loss-i 15 pips, gati bie me atë refuzimin aty, dhe take profiti 15 pips. Normal që nuk ka shkuar deri në take profit, po për shembull siç kam thënë unë, ta mbyllim në orën 7, do ish mbyllur në gjysmën e take profitit. Pra do ketë dhe këto raste, nuk është e thënë që do kemi vetëm take profit apo vetëm stop loss. Ja një rast tjetër. Për shembull, jemi këtu, është një zonë supply, duke qartë sepse kemi pasur gjithë këtë lëvizje të fort bearish, pra lëvizja shumë e fort bearish. Këtu nuk mund të bësh entry sepse është ora 4, po besoj, jo, as këtu nuk mund të bësh sepse është ora 9. Okej, në këtë rast nuk ka dhënë mundësi, po që refuzimi i zonave supply është tepër i mirë, si të themi. Ja ku kemi rastin tjetër këtu, mund ta shikoj shumë qartë. Pra kemi zonën këtu, e cila është një zonë demand, refuzim impuls, dhe nëse shkoni ora 11 kemi pasur një refuzim i cili është shumë i fortë. Shkoni, ka mbytur komplet lëvizjen e gati gjysmë dite. Pra ky qiri, dhe duket që blersat janë bindshëm në market. Kështu që 15 pips stop loss, 15 pips take profit, kapet take profitin çështje 5 orësh. Pra, këto raste ne do t'i ndjekim, do jemi në gjueti të këtyre rasteve. Pra, me këto raste do merremi duke tregtuar me këtë strategji. Kjo ishte një
një video për t'ju treguar ju shumë shembuj. Kjo ishte, domethënë, vetëm disa shembuj, po siç thash, unë i kam bërë dhe backtestet e kësaj strategjie tek Euro Poundi dhe tek Euro CF në 2 periudha të ndryshme. Pra janë 4 backteste gjithsej. Në të katërta rastet më ka dalë profitable kjo strategji dhe ka shumë raste. Thjesht paguani këtë premiumin e TradingView dhe kaloni në janar 2025 dhe deri tani edhe do shikoni çfarë qysh edhe tek do me thënë do ketë do me thënë profiti e tjerë. Pra, thjesht mësojeni mirë strategjinë dhe shihemi në videon e radhës për t'ju treguar se si të bëjmë, do me thënë, $1,000-2,000 me $50,000 account ose 2,000 deri në $4,000 me $100,000 account. Shihemi në videon e radhës.